Fenomeni Shkodran Luiz Eli sapo ka ëmbëlsuar të gjithë ndjekësit e tij me videon që ka publikuar. Ai shfaqet në makinë me vogëlushen e tij të adhurueshme Luna Mari, e cila i qëndron në prerë e qetë dhe tejet e lumtur. Të dy janë duke kërcyer dhe duke shijuar këngën e shumë pëlqyer që Luizi ka realizuar në bashkëpunim me reperin kosovar Ghetto Gjizi. Duket se e vogla e tij ka nisur tashmë ta ndjejë muzikën e babit dhe ta pëlqejë shumë. Në video Luna Mari shfaqet me krahun e ngritur sipër ku tregon se po kërcen me muzikën e vendosur në sfond dhe me zërin e babit të saj. Sytë e vegjël por shumë kureshtar dhe të bukur tregojnë se sa shumë i adhuron ajo këngët e fenomenit Shkodran Luiz Eli. Ky moment kaq i veçantë ka marrë vëmendjen e kujdo që e ndjek Shkodranin e zemrës dhe duket se nuk po ngopen se e pari vogëlushen e mrekullueshme të Luizit dhe Kiarës që tashmë ua ka marrë zemrën dhe shpirtin. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe të bukura kundrejt të dyve, por sidomos kundrejt vogëlushes që ua ka marrë zemrën. Kushto që e ka parë këtë moment që fenomeni Shkodran Luiz Eli ka publikuar para pak minutash në profilin e tij Instagram. Kjo video po shpërndahet me një shpejtësi marramendëse në rrjet pasi është hera e parë që Luna Mari kërcen me këngën e Luizit dhe e bën kaq të qartë se sa shumë ka nisur ta shijojë zërin e babit të saj. Vogëlushja angjëllore Luna Mari duket se do të jetë qendra e vëmendjes ditën e sotme pasi fytyra e saj e adhurueshme ka përcjell pafund dashuri dhe ëmbëlsi tek të gjithë njerëzit që e ndjekin atë me shumë dëshirë dhe dashamirësi. Si gjithmonë Luizi me të voglën e tij nuk kishin se si mos të ishin qendra e vëmendjes edhe ditën e sotme. Me siguri Luna do të jetë një artiste shumë e mirë në të ardhmen dhe ku duket që ka trashëguar talentin e babit të saj pasi ndjen ritmin edhe me aq pak sa mund të tregohet në atë video. Të gjithë janë duke e komentuar shumë pozitivisht këtë moment dhe duket se ua kanë zbukuruar ditën me këtë moment kaq të veçantë dhe të mrekullueshëm.